Dhe mendoj që disa opinione edhe të analizëve, por edhe brenda partive politike të tyre kanë zgjuar në një mënyrë ndoshta edhe tek ky rezultat. Shif ndonjëherë analistët mund të bojnë dame, nga se flasin brenda kuluareve të situatave ku janë në pozicione komode dhe bojnë vlerësime në aspekte dëshirore. Dhe nuk e kanë pa këtë realitet. Mendoj që prap alternativa vetëm është kthimi atyre që janë të akuzuar dhe mendoj që një proces në pranverën e vitit 2026, që tash jemi pranë këtyre të vitit të ri, do merrin në verdikt i cili do jetë, mund të them, lirimi i tyre, sepse gjykimi i tyre është në mendimin e gjithë, mendoj të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, por gjithandej, që është një akuzë pa drejtë, dhe mendoj që lirimi i tyre do jetë jo vetëm për si emra të përveçshëm që e fitojnë një të drejtë, por mendoj që edhe kauzën e përgjithshme, por edhe aspektin politik do ketë ndikim Kosovë. Do thotë dinamika politike në Kosovë do jetë më ndryshe. E qartë, pyetja që bëjnë të gjithë tani zoti Bilali është si shkoi vetëvendosje nga të konsideruarit si përgjegjëse blokadës politike dhe institucionale dhe fjalorit polarizues nga shumë në Kosovë, në atë që po cilësohet si fitore spektakolare. Në opinionin tuaj, cilët ishin faktorët kryesor që ndikuan në këtë përmbysje të trajektores? Ka ndikuar veriu kaq shumë? Apo është par opozita si fajtoria kryesore? E para mendoj që është plagështia e opozitës, po mbi këtë është disa rezultate që mund të them kanë qenë evidente në veri. Do thotë ajo që ka arritë të shkatërrohen bandat kriminale, do thotë njerëz lëvizin lirshëm në veri, të gjithë ato ndalesa që kanë të bëjnë me aktivitetet qoftë të dinarit apo të të atyre që kanë qenë me tabelat në komunikacion, për autot në komunikacion, dhe gjithaj proces, mendoj që dhe shkatërimi i atyre që kanë udhëheq me ato banda, mendoj që ka qenë adut i fortë për kurtin, por plotësia në brendshme e partive politike ka qenë ai faktori i dytë. Mendoj që e treta është që në popull ka fituar një rejting jashtëzakonisht të madh, dhe mendoj që në traditën tonë me duket përgjithësi shqiptarëve një figurë dhe një mit i një lideri nuk zbehet lehtë para 10 viteve. Dhe mendoj që kjo distancë kohore ne ende se kemi arrit, nga se mendoj që populli ka vlerësuar dhe ka ditur të vjeni në përfundim që zgjedhja më mirë për momentin është figura Kurtit dhe lëvizja vetëvendosje. Por faktorët e tjerë mendoj që janë kryesisht është perceptim në popull që ka arritur të kthejnë në binarët e vetë disa aktivitete për brenda që kanë të bëjnë kryesisht me korrupsionin. Ata përmenden shumë gjatë fushatës edhe çështjen që kanë mbyllur dhe janë shtetëzuar terminale doganore. Mendoj që ka prekur në sistemin e drejtësisë, ku pengesë për disa aktivitete dhe luftimin e korrupsionit ka paraqititur që pengesa ka në sistemin gjyqësor, atë prokuroral dhe gjyqësor, që me tonë sipas tyre që janë figura të pushtetit të kaluar. Dhe do thotë të gjitha këto kanë arritur që të kenë pajtueshmëri të votuesi. Dhe mendoj që ka arritur të prek ndjeshmërinë, por në disa momente edhe realitetin. Dhe kjo mendoj që janë disa faktorë që realisht kanë arritur ta sjellin këtë fitore që për shumë kohë ka qenë, mund të them, e paarritshme, por besoj që populli nuk heziton në atë kur vijnë momentet e tilla se a është e vërtet kjo apo mund të jetë ndoshta momentum me cilën ndjenja dhe sentimenti i popullit e ka vlerësuar që Albin Kurti është një lider që duhet të pri proceseve, dhe kjo besoj që ka qenë ndoshta edhe fushata e tij e qetë, nuk ka goditur me fjalorin si ka bërë me nënshkurt, mendoj që ka pas instruksione jashtëzakonisht të çuara. Po, a pati rol zgjedhja e datës së 20 dhjetorit në fitoren e vetëvendosjes sipas jush, teksa për shumë kohë kemi dëgjuar pretendimet që favorizonin zotin Kurtin me ardhjen e diasporës? Këtë drejtë e anashkalova këtë pikë, ndoshta për shkak të asaj që Margata jonë është pjesë
e këtij vendi, kontributi i saj është i pamohshëm, dhe mendoj që opozita ka punë një gabim të rëndë kur ju ka frigu kësaj date. Por për Kurtin dhe vetëvendosen ka qenë, do thotë, fundi i vitit, ardhja që zakonisht tradicionalisht mërgata jonë vjen dhe ndrimin e moteve pret me familjar këtu. Dhe mendoj që ka qenë edhe kjo një adut shumë i fortë dhe një faktor me cilin besoj që jo vetëdimtar, por kuotën e votës përfundimtare e ka arritur, sepse mendoj që në shumicë diaspora ka një simpati të madhe për Kurtin dhe mendoj që është ajo që ndoshta në disa momente opozita ka qenë në dyshim për shkak të kësaj date dhe kjo duket që pak a shumë ka sentimentin e mërgatës e ka goditur, që do thotë është e disfavorshme ka qenë në këtë rast për opozitën, por më duket që mendja e mërgatës ka qenë edhe më herët ndane, që vota shkon për Kurtin.